Përshëndetje! Kjo është e shtuna e fundit e muajit tetor, dhe unë jam përsëri me ju miqtë e mi të vegjël, për të përcjellë tek ju shumë dashuri. Ju uroj mirëseardhjen në këtë të shtunë. Edhe unë, shoqja juaj Pumbi, jam e lumtur që jemi bashkë përsëri. Sot do të kemi të ftuar disa nxënës të cilët janë pak më të rritur se ne në moshë, por edhe se të gjithë fëmijët e tjerë që kanë ardhur këtu. Ata janë nxënës nga klasa e 6 deri në 9 të shkollës Rakip Koçibelli në fshatin Qatrom. O, Pumbi, atëherë duhet të tregojmë të kujdesshëm kur të flasim me ta, sepse ti e di o Pumbi që unë bëj shumë gabime. Eja një shok. Eja një kalamaja. Përshëndetje, unë jam Andi Koçibelli, jam 13 vjeç dhe vi nga shkolla Rakip Koçibelli. Kënaqësi që ju gjej. Faleminderit Andi që ardhe në emisionin tonë. Më thua çfarë të pëlqen më shumë ty? Sporti. Po, sa bukur, futboll. Po. Do luajmë pasaj pas emisionit. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje, si të quajnë? Përshëndetje, unë jam Eglidi Sazere, jam në klasë të 8 dhe jam ka 13 vjeç. Do më thuash pak të lutem, cila është lënda jote e preferuar në shkollë? Lënda ime e preferuar në shkollë është gjuha shqipe. O, sa bukur. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Si të quajnë? Përshëndetje, unë quhem Adelaida Meqa, jam në klasë të 8, jam 13 vjeç. O, sa e rritur qenë ka. Po, Adelaida, merresh me ndonjë aktiviteti? Po, Çfarë të pëlqen të luash në kohën e lirë? me kuka fsheti, duar me shoqet e mia në lagje. O, sa bukur, do luajmë pasaj sa mbaroj emisioni. Faleminderit që erdhe, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Më thuaj si të quajnë ty bukuroshe? Unë jam Iris Vagollari, jam në klasën e 4 dhe jam 10 vjeç. Iris, do më thuash pak të lutem, cili është libri yt i preferuar? Libri im i preferuar është Heidi. Të lutem kur mbar emisionin të ma tregosh dhe mua Heidi të flegjum. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje, si të quajnë? Përshëndetje, unë quhem Dea Majdolli. Tea, Heidi mondi prindit në punë të shtëpisë. Po, Të lumtë. Bravo, Mirupafshim, vajzë Dea. punëtore. Mirupafshim. Përshëndetje. përshëndetje. Më thuaj si të quajnë? Unë quhem Wendy Koçibelli. Wendy, unë jam Pimbi. Wendy, unë jam Pumbi, të pyes pak, ke motrë ose vëlla më të madh ose më të vogël? Po, kam një vëlla më të madh. Sa mirë, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje, si të quajnë? Përshëndetje, unë quhem Ruel Majdani, Në cila klasë je? në klasë të 7. A keni shumë për të mësuar atje? Po, kemi nga pak është. Unë vetëm klasë 2 dhe po më ikën koka. Avash. Faleminderit që erdhe në shtëpinë tonë të bukur. Mirupafshim. 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 Përshëndetje bukuroshe, më thuaj pak, si të quajnë? Përshëndetje, unë quhem Viola. Viola, më thua çfarë të shkruan ajo bluza jote? Bluza ime shkruan gjuha jonë sa e mirë. O, sa bukur, të pëlqen gjuha ty? Po, më pëlqen. Sa mirë, mirupafshim. Mirupafshim. Sa të bukur e paske flokët. Faleminderit. Do më thuash pak, si të quajnë? Mua më quajnë Gediola. Getjola sa emri veçantë. Faleminderit. Do më thuash pak, merresh me ndonjë aktivitet në kohën e lirë? Po, merrem. Më pëlqen të merrem në sporte me sport, volejboll, basketboll, më pëlqen sportet zakonisht. Sa bukur. Dukesh që do bëhesh një sportiste e ardhshme. Suksese. Suksese. Mirupafshim. Mirë se erdhe në emision, më thuaj si të quajnë? Mua më quajnë Ergita Ustalli. Më thuaj çfarë të pëlqen ty? Mua më pëlqen të merrem me sporte zakonisht. Me sportet? Po, Cili sporti i preferuar? volejboll. Volejboll, kemi 2 volejbollistë. Mirupafshim. Mirupafshim. Ju përshëndes të gjithë miqtë e mi të dashur në këtë të shtunë të fundit të muajit tetor. Sot është data 25 dhe ne jemi përsëri së bashku në ekranin e RTV Shkorçës në shtëpisën tonë të Pimbit, Pumbit dhe miqtë e vegjël. Sot kam kënaqësinë që u prezantoj disa miq pak më të rritur se sa ata të vegjël që ne jemi mësuar zakonisht. Kemi të ftuar sot nxënësit e shkollës Rakip Koçibelli në fshatin Qatrom, në drejtimin e mësuese Aurora Nachos, të cilën e falenderoj që me plot kënaqësi ka sjell klasën e saj në këtë emision, madje jo një klasë, por kemi nxënës nga klasa e 4 deri në klasën e 8. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje gjithve. Përshëndetje Tea, Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje. Ju përshëndes dhe unë të gjithve. Kjo është shtuna e fundit e muajit tetor dhe unë mezi po pres muajin nëntor, sepse kemi shumë festa të bukura si 28-29 nëntori, apo jo Pimbi dhe Pumbi? O, sa qef.
Shumë qefesh, vërtet. Po, Festat janë gjëra më mirë për mua. Se Janë nuk kemi pushimet. mësim. Po, pushimet. kurse mua më pëlqejnë shumë këto festa, kur i gjithë vendi vishet me ngjyrat e flamurit ton. Kuq e zi. Po, shumë bukur. Atëherë, siç e dim, ne gjithë muajin tetor ja kushtuam librit, kështu që s'kishim se si ta mbyllnim ndryshe pal një libër, por kësaj radhe, ndryshe nga herët e tjera që fëmijët kanë recituar apo kanë sjell librat e tyre të preferuar, kësaj radhe duke qenë se janë dhe nxënës pak më të rritur, do të kemi një analizë të plot për dy shkrimtarë, ndoshta emblem të letërsisë shqipe si Migjeni dhe Dritëro Agolli. Ne do ta fillojmë me vajzat shumë simpatike, të cilat do të na flasin në lidhje me librin. Edhe një herë unë dua të falenderoj mësuese Aurorën për gjithë punën përgatitore që ka bërë. Po japim do atrokitje mësuese, sepse e meriton apo jo. Atëherë, do të flasim pak për librin. Të lutem, më thuaj edhe një herë emrin e dashur si quhesh? Ergita, do të shohim tek kamera drejt dhe më thuaj, Ergita, sa e rëndësishme është për ty të lexosh? Është shumë e rëndësishme sepse librat na mbushin me fjalë të reja që ne nuk mund t'i kemi dëgjuar dhe na nxitin imagjinatën. Të nxitin imagjinatën. Një nga librat e tu të preferuar cili mbetet deri më tani? Libri im i preferuar është libri Gjyshja Gango sepse na përcjell një mesazh shumë të fortë, Cili është mesazhi që përcjell? që ne të duam dhe të respektojmë gjyshet tona. Sa bukur. Shumë bukur, Atëherë, vërtet bukur. tema të cilën ti do të çekësh sot ka të bëjë me Dritërojin apo me Migjenin? Më shumë me Migjenin. Okej, dëgjojmë për Migjenin. Migjeni në muaj tetor është dedikuar librit të cilin na mbush me imagjinatë dhe na përcjell shumë mesazhe. Pra Migjeni është një shkrimtar i cili na sjell shumë poezi të bukura dhe me morale shumë të bukura. Një poezi të Migjenit, ke dashur? Po. Po, mund të ta thuash? Më plak mërzitja që vetmia më sjell, përbuzja, urrejtja, të gjitha sendet mi mbështjell, që kam shumë armiq të liq në këto sende pa shpirt. Nuk flasin, asy s'kan, po mu mbahet se aty janë vetëm që të mplasin zemrën teme. Spaku të mshajnë, i mallkum, spaku të mtallin, i urum, spaku të më knojnë, i yni zot, e pastaj të më thonë, jeton kot. Të flasin se fjalë duan në këtë vetmi të dëgjoj, të më tregojnë për jetën e tyre, autobiografin. Ndoshta aty do gjin gjasim me jetën teme pa tingullim, që në vetmi po e kaloj dhe s'po di arroj asroj. Sendet heshtin, sa të pa mshirë, mbajnë dhe mu me hesh me pahir. Pse goj s'kan dhe nuk flasin, aty janë vetëm që të mplasin zemrën teme që pavun dhe në mërzi vetë trun. Të lumt. Një duar të kitje për shoqen. Bravo! Edhe Dhe unë kur të shkoj në klasë të 8, kaq bukur do recitoj. dhe mos haro që ishte në gegrisht, ë? Po, dhe recitoj shumë bukur. Ja japi mikrofonin shoqes. Atëherë një bjonde, po t'i vini re të gjithë fëmijët janë veshur bardhë dhe zi. Ndoshta ka qenë rastësi kombinimi tonë i gjithë e kështu, por këta kanë uniformën e shkollës së tyre. Dhe është bukur t'jesh me uniformë apo jo? Po, shumë bukur. Atëherë, unë po shoh që ke përgatitur diçka në lidhje me Migjenin dhe Dritëro Agollin. Për të gjithë ju që ndoshta jeni në klasat fillore dhe nuk keni dëgjuar ende për këta dy shkrimtar, shoqja juaj do t'ju jap një informacion të bukur. E dëgjojmë. Migjeni u li në 13 tetor në Shkodër, pas mësimit të dhënë në Puk. Shkroi poemën e mjerimit. Dritëro Agolli lindi në këtë datë, në Devoll. Poezia i bashkoi, krimtaria e tyre i ka rënjë tek dhimbja e njeriut dhe për njeriun. Katareja e vlerëson Agollin si të pasvendësueshëm në dramën hierëndë të letërsisë shqiptare. E nga ana tjetër, qasja e ka përcaktuar si krijuesin të madh të saj. Pena e poetit të thekur në sofrën e perme të perandoris letrare, zum vend me thërime të së cilës u ushqyem në sofrën e Homerit. Poeti është një njeri i zgjuar që na mbush me kultura dhe fjalë nga më të ndryshmet. Prandaj ne duhet të lexojmë sa më shumë libra. Faleminderit e dashur. Po Jonida, Ne duhet të lexojmë sa më shumë Urdhëro. libra. mua nuk më pëlqen fare ky poet. Po pse? Se thot për trishtim, për mjerim, për sërime. Unë do Dgjoj. të lumturohem, do të luaj, do të Ja kënaqem. të jap shumë mjalt. ja të jap Bukuroshe. përgjigjen shoqja tjetër. Ja dhe unë këtu kisha një pyetje. Po, Po, ty të pëlqen më shumë të lexosh vepra që të sjellin humor dhe të gëzojnë, apo ato që pasqyrojnë vuajtje? më japi mikrofonin shoqes? Kush të pëlqen pak më shumë?
Më pëlqen të lexoj libra të gëzueshme që janë për ne fëmijët. O, sa bukur si unë. Cila është arsyeja? Përse të pëlqejnë librat e gëzueshëm, të cilët të japin një tjetër ndjesi në momentin që ti e lexon? Më pëlqejnë sepse ne nxitim imagjinatën sepse jemi akoma fëmijë dhe kur të rritemi mund të na pëlqejnë të lexojmë librat e tjerë. Bravo. Kja japi mikrofonin shoqet, e cila po përsëri do të na bëjë një analizë në lidhje me shkrimtarët Dritora Agolli dhe Migjeni. Migjeni është një 27 vjeçar, i cili edhe pse vdiqi ai ngeli i ri ndër shekuj. Portreti poetik i poetit është fjala për pranimin e malësisë brenda. Migjeni nuk pranoi që të vishte kostumet e gatshme dhe të pritte vitrinave të kohës për të kërkuar. Ai nuk pranoi që të vishte petkat dhe të ndikohej nga ligjet e fesë, të xhamive dhe të kishave. Ai nuk mori pjesë në lojën e pasqyrave sepse ato hidhnin pis mbi artin. Ai, edhe pse pena e tij u godit, ai nuk bëlbëzoi, por pena e Migjenit vazhdoi të këndonte. Të lumt. E dini ju që Migjeni vdiq 27 vjeç? Që lindi në 13 tetor 1911 dhe lindi në 1938. Ndroi jetën në ndroi 1938. Po ka që i vogël. Në Itali. ishte i ri. Ishte shumë i ri. Po, punoi si mësues në Pugë dhe në Shkodër, më pas teja. Më pas, Migjeni përdori një gjuhë të drejtë për drejtë, realiste dhe plot dhimbje. Kemi disa tema kryesore: varfëria, padrejtësia dhe shoqëria. Pastaj rinia dhe dëshira për ndryshimin, Zoti dhe dyshimi ekzistencial. Po, pumbi, keni diçka për të thënë ju të dy? Folëm për Migjenin, flasim diçka për Dritorojin. O, për Dritorojin po mund të flasunë. Pa më thuaj pak. Fëmijë, mos e thoni gjikundi, por unë Dritora Agollin e kam takuar madje, më ka thënë dhe ka bërë një poezi për mua. Vërtet? Po, e besoni ju? Poezin? Po çfarë thua o Pimbi? Se banet. Dritora Agolli ka lindur në 1931 dhe ka ndëruar jetë në 2017. Kur ai ka jetuar, ti madje nuk ishe lindur fare. E sa i vere këto gjera ti, se mos e din dhe ata. Atëherë, diçka që mundet të na thoni për të dy shkrimtarët ju të dy? Një përmbledhje shkurtër? Nejse. Po, unë mund të them që Dritora Agolli ka shkruar më shumë për jetën e fshatit shqiptar, për punën, për dashurinë për atë dhe për njeriun e thjeshtë. Të lumt. Atëherë mikrofonin ja kalojmë tavolinës tjetër. Ja japim bukuroshes me këtë gërshetin si Rapunzel. Na trego diçka e dashur, në çfarë klase je ti? Unë jam në klasën e 6. Atëherë. Si ishte klasa e 5 për ty? Ishte shumë e thjeshtë. Si fundi, do me thënë që Ky ishe kalimi nga e mërzitur, 5-ta tek e 6-ta ka diçka që pret ende të përshtatet sepse tashmë ka kaluar më shumë se një muaj, po bëhen 2 muaj shkollë, po janë ambientuar me atë ndryshimin e mësuesve, shtesën e lëndëve. Është shumë e vështirë sepse dhe unë e kam kaluar këtë gjë. Po? Është e vështirë që Ta ambientohesh, por Besoj se do ja dalësh apo jo, sepse është ende fillimi, kemi ende shumë rrugë, janë edhe 7 muaj të tjerë shkollë, kështu që pak nga pak do të mësohesh. Më thuaj pak të lutem, ke një libër të preferuar apo një autor të preferuar që lexon me dëshirë më të madhe? po unë kam një autor të preferuar. Po? Cili është ai? Është David Williams. Me kë libër të lutem? Me librin Dentistja Shtrig. Sa i natë kam dentisten. Sa e frikshme po më duket dhe mua. Vërtet Shtrig është ajo. Po. Na trego diçka më tepër për librin të lutem. Për çfarë flet libri? Ai është një libër Është një libër i cili për çfarë tregon? i cili flet për një djalë të vogël që nuk dëshironte që të shkonte tek dentistja sepse i kishte shumë frikë ato. Nuk e ka për mua. Jo, nuk e ka për ty. Çfarë të pëlqen më shumë në ai libër? Sepse ka një mesazh Cili shumë është të bukur. mesazhi? Cili është mesazhi? Cili është mesazhi që nxjerr nga ai libër? Që nuk duhet të neglizhojmë dhe gjën më të vogël. Të lumt. Japim telefonin shokut. Po, forca, një pyetje për shokun. Po ti, e ke frikë dentisten? E ke frikë dentistin? Jo, nuk e kam frikë. Pse? Sepse kam majtë shumë herë dhe jam mësuar me pjesët e saj. Pumbi, keni pyetje për shokun? Po, unë do thoja që për sa i përket shkrimtarit Dritora Agolli, unë kam lexuar librin e tij, Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo. Po ju,
Fëmi, keni lexuar ndonjë libër tjetër nga ky shkrimtar? Për Dritoria Gollën nuk kam lexuar asnjë libër të tij. Por për Migjenin? As për Migjenin. Po në një poezi të ti? Po. Për një poezi të Dritoria Gollit. Dhe herën e kaluar unë e thash për poezinë e Dritoria Gollit, apo jo? Atëherë, përderisa flasim për librat, sa kohë të merr ty të lexosh një libër? Për shembull, një libër rreth 100, 150, jarë 200 faqe. Sa kohë të duhet për ta lexuar? Mjafton 3-4 ditë. 3-4 ditë. Cili është libri që lexove më shpejt? Libri që kam lexuar më shpejt titullohet Djali Miliarder. Djali Miliarder. Shumë e bukur. Ja kaloj mikrofonin shoqes. Forca, keni pyetje? Atëherë një pyetje dashur. Koha jote e lirë është më bukur të shpenzohet mes librave, të shpenzohet mes telefonit apo mes lojrave? Unë mendoj se koha që kam lirë është më bukur ta shpenzoj në për libra. Në për libra, të lumë. Ose me lojra, ose me lojra. Ke ndonjë këshill? Ke ndonjë këshill për të gjithë fëmijët që na ndjekin që për telefon ose për të lexojnë sa më shumë libra? Po, libra na nxitin shumë imagjinata dhe telefoni na bën që të hutohemi pak ndoshta, të hutohemi pak, të kalojmë atë orë me të dhe të shkëputemi ndoshta për momentin nga gjithë ajo çka na rrethon. Dhe fokusojmë telefoni apo jo? Po, ajo na bën që të shkaktoj një gjë të keqe nëpër syt. Po. Në rregull, po duhet të kemi dhe kujdes. Duhet të kemi shumë kujdes. Përdorimi i tepërt i telefonit dhe për syt. Të gjitha vajzat sot po të shihni janë me fjongo, kështu që kësaj radhe do t'ja japim mikrofonin shoqes me fjongon ngjyrë mente. Si e shile po? Të bëj një pyetje? Forca Pumbi. Cili është personazhi yt i preferuar nga librat ose nga filmat? Libri i preferuar, personazhi im i preferuar është Heidi. Pse të pëlqen Heidi? Sepse jep një mesazh shumë të bukur, që duhet i duam shokët dhe shoqet tona. Të lumë. Po ti i do shokët dhe shoqet tuaja, i ndihmoni në vështirësi? Po, unë i ndihmoj. Të lumë, shumë bukur. Ne duhet i ndihmojmë gjithmonë shokët ose shoqet tonë. Po. Atëherë ja japim mikrofonin shoqes. Apo? Po. Kemi poezi. Kemi poezi. Kujdes me fjalën zonjës me çant, kujdes me fjalën dhe ti zotëri, pushteti fjalës është i veçantë, gatuan male dhe ka kërdi, me fjalën rjedhin përrenj me mjalt, pikojnë qezma me helm të zi. Kujdes me fjalën zonjës me çant, kujdes me fjalën dhe ti zotëri, nga fjala humbën ju te Pilat, stratege mbretër me mbretëri. Kujdes me fjalën zonjës me çant, kujdes me fjalën dhe ti zotëri, kur fjala nxiret nga buzët jashtë, si dallën dyshja zvjen në shtëpi. Kujdes me fjalën zonjës me çant, kujdes me fjalën dhe ti zotëri, unë fjalën vetë e shtroj në kartë dhe brenda syve se ç'është e di. Kujdes me fjalën zonjës me çant, kujdes me fjalën dhe ti zotëri. Një duar tronditje për shoqen, një poezi nga Dritoria Golli. Po. Të lumë, ja japi mikrofonin shoqes me këto kaçurela shumë të bukura dhe një ngjyrë të artë. Pimbi po të ishte dhe flokët vetë saj të rrithë mjalt, e sigur që do vinte me vrap. Forca e dashur, më trego pak për librat e tu të preferuar, për ato që të pëlqen të lexosh, dhe ndoshta për shkrimtar të preferuar. Libri im i preferuar është Patinat e Argjenta. Pse të pëlqen ky libër? Sepse ka një mesazh shumë të bukur. Cili është mesazhi, e mban mend? Po. Që me guxime, me vullnet dhe me mbështetjen e të tjerëve mund të arrish të fitosh gjithçka. Po ti je e guximshme? Si? A je e guximshme? Po jam. O jam ka një pyetje. Po, forca. Të gjitha fëmijët vinë nga fshati Qatrom. Po. Dhe Dritoria Golli me veprat e tij ka shkruar shumë për fshatrat, për punën, për dashurinë, për atë për njerëzit e thjeshtë. Atëre, mund të më thoni çfarë të veçantë ka fshati? Po. Përderisa te Dritoroi ka shkuar kaq shumë për fshatin. Qetësinë. Përveç lakrorit, Përveç qetësinë, çfarë ka? Që gjërat i ka bio, ushqimet i ka bio, apo jo? Po. Tjetër, kemi ajër të pastër. Kemi... Sepse në qytet ajri është i ndotur, apo jo, nga makinat. Po.
Ne ja u premtojmë që ka si shumë shuirë gjëra në të shtëpisën bukura që tonë. dhe ti Pimbi dhe Pumbi në një ditë mundet të shkoni tek shkolla Rakip Koçibelli dhe të takoni jo vetëm me kanxënës, por me të gjithë të tjerë dhe ta kuptoni pse është i rëndësishëm fshati dhe mbi të gjitha pse shkrimtari Dritora Golli ka shkruar aq bukur në lidhje me fshatin. Oh, sa qejf, patjetër. Ja u premtojmë Adelaidës me fjongo të bardhë tek flokët. Adelaida, çfarë do të na thuash e dashur në lidhje me librat? Tham pra që gjithë muaj do të jetë i librave. Kështu nuk do t'i ndajemi temës së librit. Forca. Libri im i preferuar është Meri Ylli. Meri Ylli, po. Është shumë i libri i bukur sepse e kam lexuar. Çfarë ke përgatitur sot? Një poezi. E themi poezinë. Vazhdo. O popull që të bëjmë t'japin lodra të luar, të mbajmë me përralla të flesh në shtras të aduash, pa zhurma të quajmë të vogël, të japim në dorë një lodër, rëfeni përrejshëm në ko, o popull që të bëjmë, të thonë gërushe fiton në lejtë dhe gërvishtojnë të paprej në mëngët e vjetër e facis të vjen asnjëherë, ku me buke pa buk në skenë, të japin lodrat në duar, me tomin e gjelin të bashkë fëmijë duruar, mos njohsh të lashe dhe sherë. Të lumë, të lumë. Dhe në lodrat ishi mirë, jo një da po këte me buke pa buke, si ku s'më t'ingulloj mirë. E, po tani, ti nuk mund të rish dot pa bukë. Kjo është dhe përditshmja për ndoshta për shumë njerëz që duhet të rreni pas shumë gjërave dhe duhet të lënë pas diçka. Ja japi mikrofonin shokut, tani më thuaj pak të lutem, ndoshta edhe pak një rrituri nga këta të tjerët këtu. Në klasën e 8. Në klasën e 8. Vitin tjetër do të mbarosh klasën e 9. Ke ndonjë syni, ndonjë gjë që unë dua të mbaroj dhe gjimnazin dhe dua të bëhem çfarë? Të menaxhoj një biznes. Të vazhdoj për menaxhim biznesi. Të lumë. Shumë degë bukur. Cila është lënda jote e preferuar, sepse duhet të kesh pak prirje në matematikë ndoshta? Po, më shumë fiskultura. Fiskultura. Na pëlqen të gjithëve. Në rregull. Por në klasën e 8 besoj se ke lexuar disa libra, sepse ndoshta në pushimet verore mësuesit ju udhëzojnë për të lexuar disa libra, të cilat do t'i keni analizë gjatë vitit shkollor. Kështu që cilat kanë qenë ato libra që ke lexuar ose më saktë ai që të ka bërë përshtypje më shumë nga gjitha? Që më ka bërë përshtypje është Harry Potteri. Harry Potter. Pse të pëlqen Harry Potter? Sepse ka një fund shumë të bukur dhe me një fund të lumtur. Përveç librave të Harry Potterit, Harry Potter është bërë dhe film. Të pëlqen më shumë të shohësh filmin apo të lexosh librin? Më mirë është të lexosh librin. Për çfarë arsye? Më frikson filmi. Sepse të zhvillon më shumë imagjinatën dhe në televizor nuk mundet ta kuptosh aq shumë sa e kupton në libër. Të lumt. Po ti Pimbi të pëlqen të lexosh apo të shohësh filma, apo më saktë të flesh gjuhë? Jo, mua më pëlqen të më tregoj gjysha pralla. Të tregon gjysha pralla. Okej, ne duhet vetëm t'ia Po themi. çdo filmin duhet t'i mbaj sytë e hapur. Në rregull. Do t'i mbash sytë e mbyllur ti. Diçka, një poezi, diçka tjetër ke përgatitur për sot? Po, kam përgatitur një poezi të Dritora Gollit. Të Dritora Gollit, e themi. Nuk i kam dashur kur gjërat e bushme edhe shpesh jam menduar duhan duke pi ka gjëra lakuriçi që janë të tushme, ka dhe gjëra të veshura mirë që janë të ndershme. Ja e vërtetari lakuriçe nga njerëzia dhe gënjeshtra me pet ka riveshur, më thoni gjithçka që ju thash, kështu që ju thash s'është për të qeshur. Të lumt. Kisha një pyetje vetëm dhe pastaj e mbyllim. Kush ju ka organizuar kaq bukur ju? Të gjithëve ju? Mësuese Aurora. Mësuese Aurora, shumë faleminderit. Një organizuar shumë bukur. Nxënës vërtet të mirë dhe të përgatitur. Po. Forca Tea, ku jemi tani? Ne do të dëgjojmë një këngë shumë të bukur sot, e cila do të vi e interpretuar nga Abigaila Shaqolli. Abigaila ka qenë dhe herë të tjera në emisionin ton. Por kësaj radhe do të vi me një këngë akoma dhe më të bukur. Unë jam shumë kurioze për ta ndjekur këtë këngë dhe mirë presim Abigailan. Eja Abigaila, ne të presim. Abigaila është si një princesh e veshur me roz. Kjo është për mua. Faleminderit. Eja të përqafoj dhe ti je si karamele. Kthehemi këte Abigaila. Eja këtu me jonën, kthehemi pak më mbrapa. Shojmë nga kamera. Abigaila e para shumë faleminderit për lulet. Shumë faleminderit. Dhe dua t'ju them se jo vetëm Abigaila, e kemi nisur me Abigailën, por përveç këngëve të cilat ne do të transmetojmë të kthyer pas në kohë në festivalet e fëmijëve të transmetuara në RTSH Korça, të organizuara në teatrin Andon Zako Çajupi, kemi dhe fëmijë të cilët përveç festivalit të fëmijëve ku angazhohen ashtu si dhe Abigaila,
kam përgatitur dhe këngë të tjera, të cilat fare mirë mundet të dëgjojmë përmes YouTube-it, por një këngë shumë të veçantë dhe shumë të bukur, Abigaila do të na interpretoj sot për herë të parë, besoj apo jo? Kurioze, po, sepse nuk e kam dëgjuar. Atëherë ne do të marrim mikrofonin dhe do të bëhemi gati. Skena e vogël është e gjitha për Abigailën dhe është një këngë kushtuar vllajt, kështu që të gjithë ju motra që keni vëllezër kuptojeni se çfarë dashurie është ajo e një vllai dhe një motre. Po, unë e kuptoj shumë mirë këtë gjë sepse kam vlla, po. E kam një vlla shumë të mirë. Kjo është për mua dhe është shumë e bukur. Ndjekim Abigaila.
një këngë shumë e bukur. Urdhëro. A mund të them diçka? Themi këtu po. Abigailën e ka marrë nat. Pse? Se radhën e parë kishte ditëlindjen e Lepurushit dhe nuk ka dha tortë. Akoma e ban mend. Po. Le që nuk të Edhe tani ja ruan ditëlindjen e Lepurushit fare të gjitha apo jo. Edhe tani përsëri vllai i dha gjysmën e asaj gjese që i dha për të ngrënën dhe sa mos më dha fare. Do t'i sjellësh ndonjë gjë herën tjetër këti? Do t'i sjell mjalt, do t'i sjell. U sa bukur. Premtimi mbajtur, erën tjetër Abigaila në emisionin do të sjell mjalt. Në rregull. Abigaila, do na flasësh pak për këngën? Si lindi dëshira për ta bërë këngën për vllain? Mua më lindi dëshira sepse unë e dua shumë vllain tim edhe mendova ti bëja një këngë. E ke vllain më të vogël? Jo, më të madh. Është më i madh. Prandaj të shërton kot. Abigaila, po, ka Pumbi një pyetje. Po, vllai yt kur e dëgjoi këngën, si u ndje, më thuaj pak. Ja bëre surprizë? Po, ja bëra surprizë për ditëlindje. Wow, sa bukur. Dhe si u ndje ai? Unë ndje shumë i emocionuar. Abigaila, nesër ka ndonjë ditëlindje do më bësh një këngë. Do të bëjmë një këngë Pimbit? Po. Abigaila gënjen Pimbit në rregull. Abigaila, jemi që jemi. Themi pak publicitet. Publicitet. Dhe rikthehemi përsëri. Jemi rikthyer përsëri. Kemi folur për letërsinë, kemi folur në lidhje me Migjenin, kemi folur për Dritë Roa Gollin, kemi recituar poezitë të dy autorëve. Kemi përcjell Abigailën me këngën për vllain që ishte shumë e bukur dhe unë nuk e prisja kaq. Kushdo që ka vlla e ka ndjerë ndo pak dhe e kupton fare mirë edhe fjalët e goditura të Abigailës. Atëherë, meqense ju jeni pak më të rritur, të paktën në brezin tim bëj një lojë që ne luanim me shtet qytet. Ne do të rikthejmë lojrat të vjetra. Edhe tani bëhet. Edhe unë kam luajtur me gjyshen. Sa bukur, në rregull. Atëherë, ju besoj se jeni aq të rritur sa e dini ta luani këtë lojë apo jo? Atëherë kemi të bëjmë me lojën shtet qytet. Ne do të themi një gërm dhe ju do të shkruani emrin, por keni parasysh një gjë. Kush shkruan më shpejt? Grupi që mbaron më shpejt ngre dorën dhe të tjerët stopojnë. Pra kemi shtet qytet, grupi fitues është grupi Pimbi. Në rregull, me të njëjtën gërm. Me të njëjtën gërm. Pimbin. Atë do të ndajmë skuadrat, Pimbi, Pumbi dhe Tea. Në rregull? Stop, ne të dyja nuk do të ndryshojmë, se gjithmonë kemi për përjashtime. Kemi dikmuar sepse kanë qenë më të vegjël. Po, pikërisht kanë qenë më të vegjël. Kësaj radhe. Atëherë, 3, 2, 1, shkronja B. Nuk e kemi me minuta. E kemi kush mbaron i pari dhe shkruan më shpejt. Forca Pumbi. Shtet, qytet, fshat, emër, send, kafsh. Janë 6. Tek, sa radhe s'kemi punë. Fare. Me B. Gjeni me B. Bishti. Baklavaja. Tash e s'do ndihmoja, po hajt më. Bubureci. Ti pusho, kush të tha ty të flasësh? Buka. Po ndihmoj grupin tim unë. Dgjoj. Ti e meriton të shkulet vesh. Stop, ulim. I keni bërë të gjitha? Atëherë, ju u treguat të parët. Fillojmë. Pimbi më të shpejt Shtet, ju. Belgjik, qytet Bilisht, fshat Bitinsk, emër Bjorni, send Bjorki, send Bibël, është libër, po, dhe kafshë Bubureci. Po bubureci është insekt. Bualli. Mund të themi bualli, kështu që nuk quhet. Atëherë kemi 10, 20, 30, 40, 50 pikë. Sepse çdo pikë është me 10. Tani kemi grupin tjetër, grupin e Pimbit. Grupi Pimbit. Bravo Pimbi. Brazil, Berat, Bani, emër. Bank. Po banka s'është send? Bank e shkollës, më fal. Bank e shkollës. E kuptova ndryshon. Brozdovec. Dhe kafsh Bretkos. 2, 4, 6, 60 pikë për ju. Bravo Pimbi. Shikojmë grupin. Kemi shtet Brazil, qytet Berat, Brozdovec, Brozdovec. Po, Brozdoveci nuk është fshat. Brozdovec është fshat? Brozdovec. Me idenë e Bozdovecit, të zonës turistike të Bozdovec. Okej.
Brozdovec, në rregull, emër është Bea, kemi send balon, kafshë buall. në rregull dhe këtu kemi 60 pikë. Forca, vazhdojmë edhe me një shkronjë tjetër. Hajde Pimbi, po ta japim ty radhën, zgjidh një shkronjë. Pimbi, zgjedhim shkronjën K, mendoj unë kësaj radhe. Hajde K. K, 1, 2, 3, filloni K, shpejt. K. E gjeta. Tea po spionon. Unë thjesht po i shikoj. Tea mos u afro. Tea, Tea, larg skuadrës tënde, Tea. Largohu Tea. Tea, largohemi. U afroa prapë, u afroa. Tea, nuk të le Pimbi, do pa tjetër ta marrë medalin, ashtu si e në Drita kaluar. shpion më Pimbi, se nuk të ndihmoj për detyrat. Po ju në dja palë, prapë. Bravo. Ishte skuadra e para tje. Po. Kemi shtet Kanada, qytet kemi qytetin ton të Korçës, kemi fshat Kolonjë. Jo, Kolonja nuk është fshat. është qytet. Minus 5 pikë. Emër kemi Klajert dhe send kemi Kapse dhe kafsh Kali. 50 pikë. Vazhdojmë. Aha, shtet, Kili, qytet, Korça, fshat. 0, emër, Keli, send, 0, fshat. Send 0 dhe kafsh Keci. 10, 20, 30, 20 pikë. 20. Dhe grupi i Pimbit. Pimbi! Atër, E lexuam? Forca! jo nuk e kemi lexuar Forca Tea. Kemi shtet Kazakistan, qytet kemi qytetin e Korçës, emër Clarisa, send Kukull, fshat Kamenic, kafsh Kal. 60 pikë. Të lumë. Edhe një të fundit. O Jonida, Ata them unë një shkronjë. Hajde dashur, nuk po ta prish. në grupi jo i Teas, Kanada, shkruhet me C, nuk është Kanada. Hajde. Po. Kanada. Minus 10 Ne jemi pikë. shqiptare, themi në Shqip, Kanada. Kanada. Forca. Cilën Pumbi, shkronjë? kë shkronjë do? Shkronjën T si Tea. Shumë faleminderit. Po. Ha më ta bëri qefin edhe ke shoqet i duket. Të lumë. Po, kurse Pimbi spionoti. Pimbi, Pumbi dhe skuadra e Teas. Kush do fitoj kësaj Ta radhe? grupi Pumbit. Kaloj prapandej Tea. Largohe. Tek. Dgjoj, unë do rikthej ti shkoriande. Hajde, shpejto. Mos bëjmë dzing. Handimo këte nga grupi Pimbit. Forca. Jo, ti nuk të ndihmoj. Po mirë, Tradhtare. ndihmo Pumbin. Shnahet një tortë. Mua më luajt me top. Shat, të rovë. Forca, në qofë se U afrua Tea. Largoheni, shtjeri me një gjë. Hajde, gjuaj me mjalti, Forca. Jo me mjalti, jo nuk i gjuaj. Nuk Me do. vazon bosh. Kush mbaroj? Mbaroj Skuad, stop. Kemi shtet edhe njerë Turqi, kemi qytet qytetin kemi Tetov, e kanë bërë Po, Tetov. Tetovë, kemi Tetovën. Fshat kemi të rovën, emër kemi Toni, sen tavolin dhe tigër. 60 të plota këtu. Ta ngër tigri o Tea. Si? Kemi shtet Tunezi, qytet Tunizi, Tiran, Tiranë. të rovë, Tea, Ten, kaq 2, 4, 5, 50 pikë. Isa pak. Pimbi, doshi Pimbi. Tani shojmë skuadrën e Pimbit. Pimbi. Ky ishte raundi i fundit, po. Forca. Kemi dhe unë po marrë medaljen. Turqi, Tiran, emër Tani, sen, Tullë, fshat, tren. Po. Bravo, Pimbi. 170 Ne do fitojmë. 170 pika grupi 170, 140 dhe 170. Jemi barazim. Fitole Pimbi. Jo, nuk fiton Do Pimbi. bëjmë edhe një Fiton, round. fiton. Do bëjmë edhe një herë dhe një Jo herë. ju, vetëm ju të dyja. Atëherë vazhdojmë me Shkronja je, Jonida. Ka, me je. Jo. Nuk ka shumë me je, po haj po themi me A, që të fitoj një skuadër të pak. A. A. Forca, me je. Logika Jordani, është të Jorgan, fitoj skuadrë e Pimbit se Jargavan, me A. Tea po afrohet, u afrua. Tea, ri pak këtu ti. Këtu. Okej. Mos kemi konflikt Nuk do interesi vile. me Pimbin.
E Pimbi, ku të bien ty këta nxënës të mirë që i din të gjitha, po ti Sa çdo? Po ti s'di asgjë. Ti as di të lidhësh dy fjalë. Po kam fëmijë të gjuar rumba. Edhe klasa e dytë po të shkon dëm më duket mua, apo jo Pumbi? Po, dhe unë kështu them. Prap ti ja bën detyrat. Thjesht më ndihmon pak. Thjesht të ndihmon ti shkruaj. Edhe pak më ndihmon Tea. Forca, forca, forca. Forca, forca, forca. Shpejt. Ara. Ariu. Arusha. Ariu, Arusha. Arka. Arës. Amerika, Anglia, Australia. Arës. Baruam. Bravo Pimbi. Stop. Kemi kafsh. Armeni. Armeni është shtet. Atalanta, po, Andi, Anten, Pshat Arës dhe Kafsh Ari. Jupi, Ariu, Pimbi! Ariu, Pimbi, të mitoje! 190 këtu. Sa shumë. Jo, 250. 250. U afrua Tea! Po, unë më i lexoj. Tea do t'i lexoj se s'ka shans të shkruaj. Po, shtet kemi Argentinën, qytet jo, fshat jo, emër Alda, Argjil, Pimbi! 40. Jo, 210 me 250. Bravo grupi Pimbi! Fiton grupi Pimbi, do trofike për Pimbin. Jo do trofike për Pimbin, po për grupin e Pimbit. Për grupin e Pimbit. Medaljen e meriton. Medalja është e juaja, jepja një mësueses të avarit tek muri klasës. I shkollës dhe te këndi klasës dhe ju lumt. Do me thënë jeni fëmijët e dytë të cilët e bëni krenar Pimbin. Bravo, faleminderit. Ose më saktë Pimbi të ndjerë krenar për ju, se Pimbi për veten e tij është, nuk e di unë. Çfarë përshtypje keni për Pimbin? Ja ta shikosh ti Pimbi episodin tjetër. Çfarë përshtypje keni për Pimbin ju pëlqen apo? Merre pak mikrofonin ta dëgjoj, merre pak mikrofonin. Ja, e ke mikrofonin. E ka gjetur fiks. Shumë llafazanta. Në rregull. Atëherë, ju e dini që ne në emision kemi dhe një rubrik të veçantë, siç është ajo e prallëzës, dhe ne në këto momente do të dëgjojmë prallën e radhës nga Desdemona Mehmeti. Ndjekim në Namonën. Ja e shtuna erdhi përsëri dhe ne jemi bashkë. Shpresoj që të jeni kënaqur të shtunën e parë me prallën. Edhe këtë radhë do t'ju tregoj një prallë shumë të bukur, e cila titullohet 1.000.000 mikrobe. Ta më dëgjoni me vëmendje. Atëhere, po fillojmë. Dimri kishte ikur prapa maleve, ndërsa në plaja kishte zbritur pranvera me lule, zoq, me këngë e gurgullima burimesh. Bashk me to, kishte zbritur në folen e vetë edhe Leleku Laraman. A shkojmë t'i urojmë pranverën që erdhi dhe që Leleku na erdhi shëndoshe mirë? Tha Trumcaku, Panaviq, mos harroni se pranverën e solli me kratë e vetë Leleku. Po, do të shkojmë patjetër, vendosën bashkarisht zoqt. Kur po niseshin, një Trumcak i vogël kërkoi ta merrnin me vete. Dua të vi dhe unë dhe Xhaxhi Larashani, po thoshte. E po çdo të bësh atje? E pyeti i ati. Ne jemi të rritur dhe kemi punët tona. Pasaj Larashani s'ka fëmijë me këdorish ti. Shkoj luaj me shokët më mirë. Jo, do vi dhe unë. Tha Kokziu. Kështu quaj Trumcaku i vogël. Nisi të qaj, u burodhe të këmbët e t'jatit dhe nuk e lëshonte. O, do vi orash e vdiqa. Pa, babaj Trumcak e mori me vete. Fluturo, më në fund, zoqt arritën të shtylla me e lartë, ku e kishte folen Larashani. Ullën si mundën, bunurimet, shkëmbyen fjale. Pastaj filluan dhe të lafoseshin dhe ndonjëri nuk haronte të merrte në përgoj botën, po nuk e lan të vazhdonte, se Lelekët e zoqt janë armik të betuar të thashe themeve. Por çdo gjë pranohet vetëm për ata që e meritonin dhe ata i nderonin dhe i lavdëronin.
Kokëziu u mërzit nga fjalët e të rriturve e nuk e kishte mendjen aty, po te një pakete vogël që i fali Larashani. Nana e porositi të mos e hapte këtu, dhe ai nuk e bënte dysh fjalën e mamas, po ama me si pritej që të iknin sa më parë, se e pa që me fjalë s'po luante kush vendit, nisi të grinde, unë mërzita. Kështu zogjtë u ndan me Larashanin dhe u kthye në folet e tyre. Sa e bukur ishte paketa që mbante në duar Kokëziu, të merreshin syt kur e shikoje. Ishte mbushur plot me vija e shirita ngjyra, po kishte dhe yje si floriri. Po që kishte valla jo brenda, mbase kishte çokolata, apo bajame me sheqer, ose steka kikiriku. E sa të shishme janë stiket, lere pasaj kur i hato stikat. Kur ikën nga folea e Larashanit, Kokëziut nuk ju durua, po vrap e grisi letrën dhe i dolën syt nga vendi, kur pa, qar pa do thoni ju, 10 peta çamçakizi të vendosura serë si sardelet në kuti. Vinin lule shqer, manafera, lule shtrydhe, e çdo lloj lulesh që të duash. Lumë si Kokëziu që i kishte. Do t'i mbante të gjitha për vete, nuk do t'ja jepte askujt, as smakut që thoshte se e kishte mik për kokë. E çmit për kokë e kishte kur nuk i jepte një petës çamçakis, as kokëbardhit që e quante vëlla. Po si mund të quash vëlla kur nuk i jep asnjë gjë? Sa arriti në folen e vet, u fshe në një vend ku nuk e gjente as kuq. Asnjë kuqi, o që nga trova, më falni, nuk e gjente as kushkuqi. Vështir ta gjente Kokëziu dhe vet ku e fsheu çamçakizin. Për vete mbajti një gjysmë pete dhe e futi në gojë. Tak, fak, e lëpiu dhe sa nuk i ra të fikët nga kënaqësia. Ua sa i mirë ishte, mjalt e kaluar mjaltit. Ai po e përtypte me kënaqësinë më të madhe. Pasi e lëpiu dhe e mbllaqiti disa herë, ai nganjëherë zgjate edhe si litar çamçakizin. E mlodhi me sqep në gjus dhe e bëri rumbullak. E lëpiu përsëri dhe po mendonte ku të ta fuste tani që muzg po binte dhe i duhet të flinte. Se zojës të flenë shpejt, si i thon asaj fjalës, flen që me pulat. Në gojë nuk e mbante dot se mund ta kapërcente natën dhe të mbytej. Në krah se mbante dot se mund t'i binte. Ku do ta vinte vallë? E futi në një të qartë të foles dhe u shtri. Gjithë natën pa ëndra të bukura me çamçakis. Një herë pa një çamçakis të gjatë, sikur e tërhiqte shumë. Ndërsa Kokëziu flinte e shihte ëndra, erën e çamçakisit e ndjeu Miushja Lalane, që ishte sa një mace e kaluar mace, që kishte mustaqet një pash, e që e kishte bishtin si Tyriel. Kjo Lalania e ndjente erën e mirë, sikur të ishte edhe në Firifistun, aq nuatje kishte. Miushja spriti me, e mori çamçakizin, e lëpiu, e përplasi në përbuzë, e fërkoi barkun. A nuk thëras dhe fëmijët e tjerë ta provon? S'kan parë kur në jetën e tyre të tillë ëmbëlsirë, dhe s'kan për të parë më, tha me vete. Dhe një të thënë dhe një të bërë. Vrap vajtit e fëmijët, u tha kështu e kështu janë punët, dhe me të katër arritën atje ku ishte fshehur çamçakizin. Miushit u shkrin nga era mirë që lëshonte çamçakizi.
kap njeri e të rish tjetri, lëpi njeri e kafshot tjetri. E zvogëluam Çamçakisin dhe e bën sa një farmolle. Kur rikën, lanë në Çamçakis 1 milion mikrobe. Ç'të them unë, 1 milion janë pak, lanë 1 miliard. Mirë ai që do ta lëpinte pasmive, do të sëmurej, do të bëj keq, edhe ndoshta, jo, të nesërmen, pa u zgjuar mirë, Kokëziu shtriu kraun, mori Çamçakisin sa një farmolle dhe tak e futi në gojë. Ua, po këti që nga mbaruar ëmbëlsira, pastaj më duket nuk e lash kaq të vogël. Kush vallë do ta ketë lëpir? Po, nuk e zgjati dhe shkoi të takonte shokët. Në sheshin e madh të pyllit ishin mbledhur një tufe madhe me trumcak. Ku je që s'të kemi parë? E pyetën Kokëziun pa e lënë t'i përshëndeste. Ja këtu ku më shikni. Belbësoi ai, po fjalët i dolën të lëngëzuara nga Çamçakisi që kish në gojë. Si trumcaku e nuhati që Kokëziu diçka mbllaqiste dhe e pyeti. Ç'ke futur ashtu në gojë, mos ke ndonjë farë? Një farë kam. Po kujt do t'ja hedhësh ti mua, i tha ai, pa shikom në sy. Ose ma jep, ose ta mora shpirtin. Ti ke Çamçakis në gojë. Kur dëgjuan këto fjalë, gjithë zojtë e rrethuan dhe nisin ta çukisnin tak tuk me skep. Deshi Kokëziu u dorëzua, ngriti krahët përpjet dhe i nxori nga sqepi. Zojtë e mbërthyen Çamçakisin me sqepat e tyre dhe të riq njeri, të riq tjetri, lëpi njeri, lepë tjetri, dhe erdhi një çast që Çamçakisi u tret, u aullua sa nuk mbeti asgjë. Kur miushët hidhin valle rreth miushës nën, duke e falenderuar për atë mëlsi të mrekullueshme që u kishte dhënë dhe i kërkuan t'ja u gjente prap, në folen e Kokëziut kërciti ulurima e shamata. Kokëziu ngriti gjithë pyllin duke thirrë. Lele, vdiqja nga barku. Ndërsa trumcaku baba e trumcakesha vun kujen duke thirrur. Hej, sa keq që kemi djalin. Po se mos u lërinte vetëm Kokëziu e prindrit e tij. Në pyll u bë një mishmash, sa nuk e merrte vesh i pari dhe thërrisnin, kishte shumë ulërima. Mbi të gjithë shqueshin zojtë që kishin lëpir Çamçakisin sa një farmolle. Kur dëgjuan ata fjalë, bobo vdiqja nga barku dhe bobo djalin nuk e kemi mirë, të gjithë përpërliteshin, përplaseshin në shtresën e foleshe, ngriheshin në kupë të qellit. Ç'të kenë bësuar vallë këta fëmijë? Vritnin mendjen prindrit e tyre. Këta s'kan as grip as të ftohtë, as bajamet s'ju janë skuqur, as undët s'ju kullojnë. Çudi për të çuditur. Nga fundi pyllit, dikush përhapi një lajm të rem dhe zojtë në përfoleu të maruan. Ua, do të ke rënë frudhi, ose do të ke rënë kolera. Kur dëgjuan këto fjalë, ju futën panikun të mëdhenjve dhe të vegjelve. Ua, u ngritën telefonat, u rrotulluan numrat e telefonit, ranë zilet në urgjencë. Dhe lajmëruan mjekën, mjelme, dhe dallën dyshet infermiere që vrapuan pranë të sëmurëve. Mjeket mjelma filluan nga kontrolli. Hape gojën, zire gjuhën, merr frym, kollit u pak. Pastaj i bombarduan me pyetje. Mos keni ngrënë ndonjë gjë të thartuar? Mos keni pirë ndonjë gjë të helmuar? Mos kshu e mos ashu? Trumcakët e sëmur përgjigjeshin vetëm me një rokje. Ja. E po thoni sa të doni. Këtu jeni helmuar pa tjetër, këmëngunin mjekët. Jo, thoshin me kokë fort si trumcakët. Si e pan që me të mirë s'dilte gjë, mjelma deshin t'i freksonin, po ndëryn prindrit e Kokëziut. Po trego të vërtetën, morbir. Baba ju për lot dhe nëna derdhi lotët si shi.
po ku dorëzoj kokëziu? S'pyti as për lotët, as për lutjet e prindërve. Ate mjelmat thanë, mos tregoni, na thërisni kur të vi fundi juaj. Kur dëgjoj fjalën fund, një trumcak sa një kokërar u hodh për pjetë dhe thiri, amani, më shpëtoni se do t'ju tregoj unë. Ky që foli, quaj kokëmirë dhe rëfeu historin fije për pe, si i kishin rëmbyer çamçakizin kokëziut, si e kishin lëpir e stërlëpir, si e kishin mllaçitur e zgjatur, si u hollua dhe s'mbeti asgjë në dorë. Mjeket mjelma kërkuan të beshin analizat në laboratorin e pyllit dhe arritën në përfundim se tok me çamçakizin kishin thithur dhe 1 milion mikrobe me origjinë nga minjt. Kështu tha laborantja. Pasi doli e vërteta në shesh, u shkruan recetat dhe në farmaci u përgatitën ilaçet. Pas 3 ditësh, trumcakët u bën me të vërtet qiqer dhe nisën të kapnin përsëri latësitë dhe duke ja dhënë për 7 palqefe këngës së tyre. Kështu shpërtuan trumcakët. Shpresoj që prallat ju ketë pëlqyer. Atëre nxjerrim disa mësime prej saj. Kur mos prekni gjëra që nuk i dini çfarë janë. Kur mos prekni gjëra që janë për tokë, se ato janë të infektuara me 1 milion mikrobe. Dhe ju sëmureni, pyesni gjithnjë prindrit tuaj si duhet të veproni. Më kuptuat? Verini vat në vesh këto këshilla. Miru pafshim dhe miru takofshim të shtunën tjetër. Kemi ardhur kështu në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Unë i falenderoj pa mas të nxënës të mrekullueshëm të shkollës Rakip Koçibelli në fshatin Qatron. Faleminderit edhe një herë mësuese Aurora Naçi. Dhe ju ftoj të gjitha ju mësuese të cilat keni dëshirë të sillni klasën tuaj në emision. Studioja është e hapur. E kishin provuar gjithmonë me fëmijë të vegjël, por këta ishin më të rritur dhe sepse emisioni doli shumë i bukur, sepse na dhan informacione shumë të vlefshme dhe poezi shumë të bukura në lidhje me 2 shkrimtarët emblem ndoshta të letërsisë tonë por edhe të gjithë muaj tetor të Dritëroa Gollit dhe të Migjenit. Unë ju falenderoj pa mas, faleminderit Pimbi Pumbi Tea, faleminderit të dashur gjithë. Sa për sot ishte veshur shumë bukur. Po, dhe më lejoni të falenderoj si gjithmonë Butik Natalia e Ailin Ana për veshjen time. E gjeni gjithmonë tek Bulevard Republika. Kështu që nga studioja jonë ne ju japim shumë faleminderit të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit.